Shqipëri. Okej, qartë. Lita, ke vetëm ndonjë përgjigje për Bledarin? Apo pra një diasporë e cila nuk është kritike, thot, për Shqipërinë, nuk është aq konservatore në sidomos diaspora e re? E thash për një arsye të veçantë, sepse duke ndjekur edhe rezultatet e viteve të mëparshme, të para 4 viteve apo të para 8 viteve, numri 60.000 nga Greqia përkon me numrin ose mesataren e votës që ka ardhur nga jashtë për Partinë Socialiste. Pra, po ta shikosh në një logjik elektorale, rreth 30-40.000 vota PS-ja kanë ardhur me autobus dhe me avion në 2021 për të votuar PS-n. Tashmë nuk kanë pse të vinë me autobusa dhe me mjetet e tjera, mund ta bëjnë online. Pra, aty po e vlerësoja konservatorizmin e votës. Pra, nuk është se ka një rritje mbi 60.000 të regjistruar në Greqi. E kuptoj. Për shembull, në Itali janë 90.000. Po. Dhe është një gjë tjetër. Ndërsa nga Greqia gjithmonë kanë qenë në ato nivele për partitë politike ku kanë pasur degët kryesore, si PS-ja, si PD-ja, degët më të mëdha në diasporë, edhe në vitet kur nuk ka qenë lejuar vota diasporës, si kanë pasur në këto dy vende. Pra, aty kanë pasur dhe fokusin e tyre për shkak të afërsisë së infrastrukturës. Dhe në këtë logjikë thash konservatorizmin. Të dhënat që tha kolegu janë të sakta dhe e çmoj punën e tyre të diasporës së lirë për të dhënë mundësinë dhe të apelimit, dhe është një gjë që duhet vlerësuar dhe mendoj që janë për të përshëndetur. E kuptoj, e qartë, mirë. Për ta diskutuar pak me që përmendë Italinë dhe kanë... Po, me që përmëndi Italinë do atë përfshi agentin, po s'ka problem, me vazhdoje. Tema zotëria që ata emigrantët që kanë votuar në 2021 kanë qenë 60.000 dhe kanë qenë të 60.000 votues PS. Ndjeze një herë të lutë gjithë për PS-n, ka qenë 60-40. Pra, rreth 40.000 vota kanë ardhur nga Greqia. Po. Dhe ku e dini ju që janë të pushtetit? Pra, ku e di që janë votat e Partisë Socialiste, thua? Vota për pushtetin? Po. Ato ndoshta është... Po, kjo është përdejme. Po mirë se shifrat edhe interpretohen, Arjan. Interpretohen, shihen në kutire e votimit, shihen në qargje, pastaj Shqipëria, me thënë të vërtetën, edhe më përpara ka qenë ndarë veri jug më preferenca politike, tani. Përpara flas, mos ta shohim ardhën sot. Në rregull, unë nuk dua të bie në kursin e të menduarit që diaspora mendon në mënyrë kështu honoristike dhe mënyrë romantike. Jo, kam përshtypjen që Lita e ka të komentin në këtë pikë që diaspora e cila vjen në Shqipëri, vjen ndoshta një herë në vit, apo një herë në 2 vite, apo një herë në 3 vite, sheh një lloj transformimi dhe mos të ndikohen për një transformim të parë, vetëm për efekt kohe dhe për të dhënë votën e tyre, sepse vota e tyre është e barabartë me një qytetar që jeton çdo ditë në Tiranë, në Korçë, në Fierë, në Elbasan, pra është e njëjta e barabartë.